Gent, sot është dita më e madhe për mua. O, Agje, po të shoh që je shumë i gëzushëm sot. Sot jem shumë gëzushëm, se më vinë qikat e mia, që në vetë se kom po Gent. Shumë kam rëmallë mi po qikat e Agjet. Edhe ti po më duket je gëzushëm Po, shumë. vëlla, më ka folë shumë gjyshi për to. Baba jam, i ka dash, kur falke në telefon. Me tu, po s'mujta m'ja pru kër. Me lufta e s'mujta m'ja pru mi po qikat. Gent, vetë sos kanë më rritë qikat e mija. Hajde Agje, ka ti morëm sa më shpejt. See you. How are you? Nice. This is Gent. Yeah, very nice. Everything okay? Yes, okay. Qikat e mia. Bobi, sa na ke munguar. O, qika jame, qikat e mia. Babe, kjo është Gjenti, një të jam. Fëni Gjente. Bobi, sa na ke munguar. O, qikat e mia, edhe ju mund t'li mungu shumë. Gent, qika jame, Gent. Këto unë i kam gjithë shka. Këto janë jeta jame. Qikat e mia. Te mume, A i gëzu që jeni onë këso? Bravo, qa me bove? O, qika jame. Qa me bove? Qa me bove? Qika jame. Gent, mere qikin e vogël. Hajde. Babi, ku e gjyshi, pse sorë me na prit? Po gjyshi. Qikat e mia, këtë ku m'ju kalzu kur shkojmë shpe. Se vesojnë orë për rrugës, edhe qa kam ju kalzu Bobi stash. Dadali ju ka qitë fri. Që shkojmë stash të shpia, ashtu na prit Dadali. Hajde qikat e mia. Gent, mere qikat. Hajde qikat. Qika e Bobi. Dadali! Oj! O zot! Hajde kështu kush ka orë. O zot, kush ka ardh?
O zot, kur shumë ka ardhë. O lumja, lumja. O qika jeme. O lum dada për juve. O nalmoj qika e dadës. Mashallah, sa mu pas kiti rritë moj dadë. O zot. O zot. O zot. O lumja që më keni ardhë. Dad, ku e gjyshi, pse s'pe fa? Ah, moj dadë. Lumbofsha për ti. Hajde me dadën se e kena këty sofren që tash dada e bjen flijen. Oh, mashallah. Hajde, oh, lumi. Hajde. Ama të sevem. Qe bobi, qe qikja, qe fli bobi. Të boft mirë qika jeme. Gend, sa puna kam në dolte. Kaj du të me pasu. Lagj, si vërën të koha, më shpjallë shumë i shi. Gend, njën e ty. A se vrant, a? Po pretenti me pasru, Gend. Gend, dhe m'ja fidu me pasru bashkë. A nja fillojna. Në lu, Gend. Una morë o Arben? O, mor pas, bas e zem. Apo do një musafir? Po, bas e zem. A jeni mirë seni? Mirë, falenderit, a e mirë dhe. Pa të zanë të shajtë dhe mirë. E mirë. Qëshjete? Në dali? Qëshligen? Mirë? Dadës të qëshje? Mirë se keni orë bas e zem. Mirë se jo gjithë. A ja po më shtë në hijet soj kame. Po. Bas e zem, a mund dola qëshje a e mira. Dullu më Arben, mirë jemi. Me shëndet, a jemi ma mirë. Po, mirë. Shëqër. Të si je, Mirë, bas e zem. familjen krejt, Krejt ka dorë zoti mirë. me puna ja frut heqa. Po, mirë. Mirë po me dore. Ane, shumë mirë. Bas e zem, po më duke është mërzit shumë diqka. S'ka ke mirë. Ty Arben, ju në është edhe qaqë mirë, se kena post një problem. Nështë atë s'ke një, se din, po ma ka nduhet me traktor, ma ka vjetë dikush notën. Më kalon keq, valla, se me to e siguroj shumë kashotën e grujës. Keni remu policin, bas e zem. Ty Barbeni kemi lajmërue, janë orë policia na e kanë morë shënimet, po halon hes ko kur gjë. Po ape dini për afersesh ku shokon na i hajnë. A na i kojshia, na i kojshpi na i katuni tjetëra. Hiq s'kena mujt me i ronë fije. Hiq. E o zoti i vroft. Ata hojna. Kush ta bone kitë zezë. Tu e dit, krejt fshatartë, edhe të katunit për rreth. Ti që me këtë traktor e ke majt familjen, je boj dare. Zdi që shkan mujt. Me qu a traktor të shpia vetë, a kur kanë qu me shit. Ta kanë marrë kashotën e gojes. S'kan me bo bire deba që zem. Po besaj që ka mo gjindë. Kina me këqyr këtë katuni ku është traktori. Edhe me polici kina mu merë. E
Ka më të gjenë traktori. Vesh më së mërzet e baci Azem. Jo. Edhe unë Arben, këgja maj më që ka më gjinë. Ka më gjinë se jena me të ketë shumë. Për këtë rast, fort jëm prek, po s'kemi qka me bon. Me thonë drejten pak edhe mëtra më dhimë. Kur nga bare më ngjes e se po traktorin aty, unë je keq edhe kjo. Po që e pëndot kanë edhe këtu. Dadali, mos u mërzit se me emër Zotit ka më gjinë traktori. Se te Azemi i një konë drejt. Nuk i keni bo kur gjë, kur kuj keq kur. E veç ka keni një mu, gentit e kretve fshatarve këtë. Kret fshatarët këtë që jem, kena mu angazhu e me ju një mu me gjithë traktori. Inshallah i do gjinët. E lusë Allahin, më u gjeta i traktor. A më dod, kur u qova në sabah, u qova me gzim. E qela derën, djeli rëzëjke. Natyra e mira, i bari gjelbërt. I këqyrsha ato pëmë qërshijat. Oh, më mosh zemra plët gzim. Thash, hajdo, dhe stull na pak që aty nërhijet balkonit. Kur e këthej krytoj do që me po. Miret na. Si shkon traktori. Qysh me i kalzu Azemit. Mo dhimke. Trishtoj ke kure që isha pe gjumit, po s'kisha qare. E thira. Dull. Edhe kjo gjëna. Gjëna që e morën a traktore e lakit njeri pa punu. Që ato i kena pas i dore shpis. Qaj na ka pështu në luft. Po, i sholla, që po thoni jo, me nani mu, me ndimin e juve të policis, gjinë e traktori, e vazhdojmë jetën për para, se kështu shkojnë a poshtë i dorë. Qysh me boj dore? Qysh me boj dore, pa kur gjo heq? Dadali, Po do. unë e ku me bot gjithë shka, për mja gjithë traktorin. Vend s'ko me lonë, pa kërku traktorin, ku mja gjithë në memër Zotit. Edhe kimu më pas krah, ti edhe baci Azem. Qka kina me pas na me hongër, edhe familja ju kanë me hongër. Plum të goja i dodë. Faliminderës që po mënoni me na gjithë traktorin e inshallah gjinët. Unë e di që ju kam familja, ju kam juve. Dhash Zotit jena bashkë gjithkun e jetë. Kur mos u dofshim, po që më gzina i dodë. Qa me bo, jeta është qështu. E baci Azem, e Dadali, që po më vej ka keq. Nuk di që shta njerës s'kan tut për Zotit. Për memër të Allahot ka më gjetë. Ka më gjetë kush e ka marrë, e ka me pru traktorin të shpia. Falenderit shumë bosit për këtë fjallë tua. Inshallah do në Zoti e bëhon në realitet. E gjinit këtë traktor se shumë keq jena metë. Gend, ku e marigona dodës që s'pesho? Dadali, Allah Marigon ka shku për studime jashtë venit. Qka? Kur? Kur ka shku e dodë? Qysh moj dos na ke kalzu? Qysh mos me na lajmëru neve? Allah dod, s'kena dasht me të mërzit se na u ke dhimt. Ani dodë. Pas ka shku në studime, inshallah ka sukses. Faleminderit Dadali. Dadali, mos më thuj faleminderit. Ti je familja jonë. Ti prej sode e tutje. Ki me kanë bashkë një sofer edhe në shpinë tonë me mu e gentin. Qka këna me pas na me hongër? Qyshtuj një fjallë, buke krëp, ki me pas edhe ti. Klum të goja i dodë. Edhe baci Azem ka me pat derën qelë, qysh e ka pat gjithmonë. Sa herdojnë me artë e motra vetë. Qofshi gëzum i dodë. Bashkë me ty, Dadali. Djali jam.
Oj, zoti i shtëpis. Oj, zoti i shtëpis. Po m'duket po thirr dikush. O, mësuse! Mësuse! Genti! Ku je? Me se ku ju marrët? Gen. A i lodh? Ja, ju marrë me të vizitu. Hajde. Kjo është agjarë ven? Mirë se u gjetu. Mirë se erdhe mësues. A je mirë? Mirë, faleminderit. Mirë se të ka pru Zoti. Faleminderit, gjithashtu. Ky është Baci Azem Kojshia jon. Baci Azem si jeni? Mirë se erdhe. Mësues jemi. I Genti. Kjo është Dadali. Dadali si je? Mirë, faleminderit. Unë jam Mirë se mësues i Gentit. Unë vjen mirë. Nazimi. Mirë se vjen. Mirë se u gjeni. Hajde mësues. Hajde jepja se që ko ke mullën. Bash po ta shef me vizitu. Faleminderit që ke ardhur na vizitu. Mirë se u gjetëm. Mirë se erdhe mësues. Hajde jepja ashtu. Faleminderit. Hajde Dadali këtu. Arben, qysh je? Mirë mësues. Familja? Krejt po shkojmë. Genti qysh është? Apo të ndeshon? Genti mas miri. Gentin e kam zonë si më të mirë. Edhe unë ka befasu e ka një histori pak ndhimshme, po për këtë vend u duk dikush me ra dëshmor. Po mos vind të ajtë dëshmor, unë sot nuk do të isha mesin e ju. Kështu që falë gjakët vllavit t'ju, unë e sot jetoj. Edhe pas ka shku Zotin më po mësuesit një. Unë e kum pas dëshirë më ardhë, më e vizitu familjarisht, edhe më njeftu edhe ma përsa afërmi, se unë e Gentin tash së në dalë për i fëmijëve. Se e kam obligim. Faleminderit shumë për këtë fjalë mira. Mësuesin Azem, këtë më ka kallëzu Genti. Qysh e kujdes për Gentin në shkollë? Qysh i ke najt ofër? Unë e kem obligim çdo në zonë që mi nejt. Mirë po, kur e mora vesh se ishte djali i mentorit shokët tim ngushtë, si më ka përsu jetën luftë, që ende i kam plak të luftës në dorë këtu, 3 granatës, unë e ndija shumë obligim marrë me ju vizitu juve dhe më njoftu ma përsafër me juve, e Gentin e kam tash edhe në zonësin ma të mirë në shkollë, po edhe kam një kujdes të veçan ndaj Gentit, se e kam obligim. Sepse në kohët më të vështira, babaj ti më ka qenë jetën, kur ishte lufta ofenzive shumë e madhe armikut, dashti Zoti, unë shpëtova, po unë isha shumë i plagosur në atë kohë dhe nuk e disha si shkoj puna, mirë po, masin 4 hek mu mentorit, baba i Gentit, vllavi jet Arben, a ju këthi prapë luftime, dhe unë e mas një muj dite kur ju më dalë pikomës e ku marrë vesh që u qëllu ka një plom një snajpire. Kështu që me një mënyrë edhe erdha me ju shprej edhe lloj ngushëllime për vdekjen e shokut tim mas pari, për vllavit ju, po edhe më njoftu me familjen e ju, se tash unë du me kom pjesë e ju. Faleminderit shumë mësuesin Azem. Ndesh qofshi. Faleminderit shumë për këtë fjalë. Ndesh qofshi. Mësuesin Azem. Ti je një mësues për lavdata. Mësuesin Azem. Po duhet njoftoj me Kojshin tonë. Baci Azem. Ky e ka shpëtu Gentin prej luftës. Baci Azem vje mirë që unë njoftum. Ky ju ka gjinë Gentit. Unë jam konë në Gorbet, Gjermani. Motra Marigon u konë luftë me mentorin. Baci Azem u konë pranë Gentit, gjatë luftës. Baci Azem jo veç e Kojshi, po edhe si një familjari joni. është si prindi joni. Edhe para lufte, edhe në luft, edhe tash
so jemi këtu na, që jemi këtu prej Gjermanisë, Baci Azem na gjimit. Nuk ka gjenë me gjithë shka. Baci Azem e kam si prind tamin. Po kojshia e mirë thojnë është si vlla, edhe ashtu do t'jetë. Se na jena shqiptarë dhe do të mbrojt njëri tjetrin gjithmonë. Edhe Baci Azem për këto fjalë që i tha Arbeni, edhe unë tash kam dëshirë më njoftu ma për afër me ty, e me ndëgju fjalë të mira për te, e inshallah ta kthejnë edhe na me të mirë. Edhe Arbeni, edhe unë po, edhe Genti nesër kur të rritet, nuk do të harron, sepse e kem obligim brez pas brezi të harrojmë njëri tjetrin. Faleminderit mësues. Faleminderit qofshin. Jam shumë i kënaqur që na dha mundësia mo po përse afërmi, se unë edhe në katër vëlla po një fjalë të mira për ty. Po se kum ditë bash personalisht për kohë fjale. E tash me këto fjalë të mira që i më ura vesh pej teje për kontribut që pas ke dhonë edhe në luftë, për këtë po që tash që na tash për egzujmë, për bobën e Gentit, për mentorin, edhe pse unë e kum ditë që ai ka unë i kontribut malë. Gjithë herë, po tash pjeni pej shokut tina të ngusht, e ju falenderoj shumë. Shoqërë mësues që ku ke pështue, ma zhjet ati kontributit që ka unë luft, se që se njerëz na vynë, tash edhe në liri. Na ja kem bërë qatë dhejut. Edhe atëherë kur u konë, se s'kemi pas qare pa ju përvesh sërbit. Edhe mi dalë balë për balë, se dikush u duft. Na kemi qenë vetëm pjestar. Mirë po mos të ishin djelë që mentori e shumë tjerë që kanë dhonë gjak kanë derë për këtë dhe edhe liria s'do t'ishte. Pra, na e kemi obligim, unë jam shumë krenar, mas pari që kam zënë si Gentin e shumë tjerë, pse edhe në lufti kanë hup jetën shumë, e jenë të nëtu shumë, po unë tash edhe pse unë njoftova me juve, jam shumë krenar, edhe do të vazhdojmë miqësinë, edhe ju ta edukoni Gentin, sa keni mundësi, po më vjen mirë se edhe në kohë lutës ju ke gjinë të Gentit, sepse këta trit janë erdhma junë, erdhma këtij vendi, edhe na besoj që do të punojmë sa të mund. Faleminderit shumë Baci Azem. Faleminderit edhe për te Arben, dhe unë tash do të jem shumë mirë njerëz, do ta mbajmë lidhjen. Edhe për hatër të Gentit, po edhe për hatër të mentorit, sepse e kum pas shok në ngushtë, në çastet më të vështira të jetës. Ato s'kum pas që tërkan, vetëm mentori më ka gjinë, unë sot nuk do të isha. Kështu që dua që të jemi gjithmonë së bashku. Kur të përmenet mentori, vllau jam, më emocionohet shpirti. Po të kuptoj Arben, po ti do të jesh krenar se ke pas një vllau shumë luftar, shumë trim, e historia do të shkruan për vllaun tonë dhe për shumë trima këtij dheu. Lavdi u qof për je. Lavdi. Mësues, unë të falenderoj për këtë të kontributet që i ka dhonë, si në luftë, si tash në shkollë, që po na edukon këta fëmijë, po s'njet tjetër për pos me kërkue që me vazhduhet njëjtin kontribut, tash edhe në arsim. Baci Azem, t'lumsh goja për këtë fjallë. Na ja kemi obligim, dhe më vjen mirë shumë që unë njoftum, edhe do të rrim bashkë prap, edhe unë s'do t'i harroj kur këtë fjallë tua, e do t'i kam si porosi, brez pas brezi, t'i përcjell. Faleminderit shumë. Faleminderit mësues që ke ardhur. Faleminderit qofshin. Më ke premtuar që kemi ardhur një ditë, edhe erdhe. Krenohem që të kam mësues. Edhe unë për ty Gent që të kam zënës të mirë. Për këto fjalë që i the për babën tem. E kum ditë pak për babën tem që është një fartrime, po e mësova edhe ma shumë për këtyre fjalëve që i the. Gent, unë vetëm realitetin e kom folë. Kështu që ti do t'jesh krenar të njëjtën çfarë prindi ke pas e çfarë luftari. Po kështu që ti tash do t'ja kthesh babës tënd në mësime. Ai do të jetë shumë krenar që ti nesër të arrish të bash një profesor, doktor, ose një mjek i mirë e ti kontribojsh këtij adhë. Këto mos harro ku. Është amaneti ti. Faleminderit mësues. Faleminderit qofshin. Po du me t'i thonë edhe dë fjallë për Daden Li. E kemi si non tonë. Jetën bashkë me mu e Gentin. Dada Li
ka humbë familjen e vetë krejt në luftë. Kriminellet serb, ata janë të pa shpirt, ja vron burrin edhe 3 fëmijë e dasli. Dadali është se nona jam. Ma kallë shpirtin sa herë të shet edhe në li. Ka vujt shumë Dadali. Po është tash pjesë e familjes tem. Gjithmonë kam jetu me mu, e me Gentin. Arben për këto fjallë të mira, e këto fjallë burnore, bonoj fort, kështu që edhe ty bravo të kurtë, se qashtu duhet ta konsiderosh se nanën, edhe pse e paska një rast shumë tranë, inshallah Zoti ja leton, edhe ju jeni afër e i gjinteni, edhe unë si mësues, me çka të kam mundësi do ta ndihmoj Dadali, me ato kontributet e mia atje në shkollë, kështu që Dadali ju sigurisht e keni njohur mentorin. Po, Dada. Mentorin e kom njoft. Po më doke që pesha. A ju rret për mes këtyne durve. Halal i qoftë. Nuk e ka di Dada që është ka shtrim. E kom di që është djallë besnik. është djallë i fjallës. Po, trimnin e ti na e tregoj gjatë luftës. E, moj Dada. Edhe ty, falenderoj mas pari që ke ardhë, e na ke vizitu. Krenohemi që të kemi mësus, të fshatit. Neve Genti na ka tregu gjithë shka. Erdhi prej shkollës, duke qajtur. Ishte i mërzitur. As buk nuk hangër, e lotëm iku në dhomën tjetër. Gajtë mastina, me di qka ko. Kemi menu që e kanë ngucë fëmija shkollës. Kur e vetëm tha, moj Dada, thash far mësusit mirë kena. Kallëzoj tha për babën që ja kish pështu jetën. Mësusi e shumë falenderus ndaj babës. E tash, Dada, e ka obligim, më kujdes për Gentin, më kujdes për këtë familje. E aj, shkoj në atë botë. Shku me dhe fëmija mi bashkë me ta. Qështu ka qenë e shkru me i Dada. Këta që dhanë jetën për liri, e sakrifikun jetën e tyne. Lavdi gjaku i tyre, që sot na jemi mbledh, e gëzojmë këtë liri. Lavdi, moj Dada. Lavdi ju qoftë gjithë dëshmorëve, gjithë kush ka dhënë jetën për këtë tokë. Po edhe për këtë fjalë që ndëgjova nga ju, ti të kjeni nënë shumë e fortë, me gjithë atë vujtja, atë dhimë që pas kanë kanë, shumë e fortë e kje, kështu duhet t'jim, se tash duhet ta qojmë Kosovën për para, vendin për para. Lavdi edhe herë ju qoftë gjithë dëshmorëve, edhe na do të punojmë, Genti i kemë sytë ka Genti është e armejo. Kështu që ju falenderoj përzemërsisht për mikpritjen që ma botë, edhe do të shihemi prapë. Arben, Basjazem, Dadali, unë ju përshëndes, Genti, të përshëndes shumë, veç po ta që më orë me ju vizitu pa. Faleminderit mësues që ke gjetë kohë e orë më na vizitu, edhe më njoftë për se afën me. Po nuk po shkon një herë, pa ta kallëzu fshatin, edhe pa ta tregu shtëpinë e mëshme. Tash në fakt, është shtëpi e re, falë ndërkombëtarëve. Po këtë në këtë shtëpi, në këtë vend, këtë tokë, u rrit mentori. Edhe këtë në këtë shtëpi të mëshme, ku në shtabi u që kësë. Me gjithë shef Arben, shkojmë zboshë. Hajde mësues. Mësues, she këtë vend. Këtë vend, djemët më të mirët e këtij vendi kanë dhënë kontribut për shumë aksione që kanë marrë pe i kësaj shtëpie të mëshme.
Dhe për këtë arsye, është kë simbol. Buerilja UÇK-s. Lavdi dëshmorëve të kombit. Lavdi!